Hello, përshëndetje. Sa knaqësi me të prit. Si ja jemi? Faleminderit shumë për kohën. Mos bona pes pak me make-up që to jo. Se kemi dalë, e dim këta që na e bojmë po. Nuk e shumë bukur. Hajde të ratohemi. Sidomos pas një udhëtimi, se me mpa mu mas udhëtimeve me avion, besom që s'dukem kështu. Si të kam ty? Unë me thonë drejtën prej aeroportit, edhe këtu po ka qenë kënaqësia ja. Sidomos me taku ty, ka disa vite si jemi pa prej Londrës. Vërtet, faleminderit shumë që më erdhe sot. Si shkoi fluturimi, mirë? Muj me thonë hera parë, kom pas kënaqësin me udhëtu, nuk ka pas zhurëm, i kërkoj falje gjithë aty në nanave që kanë fëmijë të vegjël, edhe bojnë shumë zhurëm, po është diçka që dhune vetë jom nanë, kënaqna, po kur je lodhën, qa pak qëtësi. E vërtet. Po shkrasi se janë kri shqiptar, është diçka ndjenjë shumë e mirë. Sa të shpeshta po janë këto fluturime tua vajtjardhje nga Londra në Prishtinë? Janë të shpeshta. Me çfarë arsye më së tepërmi? Shumë të në rasteve janë personale, familjare, por kam edhe ato me punë. Duke di që jam pjesë e diasporës mediale, edhe ndikna si me lidhat bashkëpunimin së bashku me Kosovën. E komuniteti shqiptar në Angli, në Londër, në veçanti është jashtëzakonisht i madh dhe normal që keni dhënë shumë edhe vazhdoni me punu, po aq. Buqe, ke pasti shumë intervista, po jo shumë që ke dhënë, më shumë je në rolin tim pra të prezentuesës. Si dalon, ku e dalon ti këtë ndjenjën e të intervistuarit? A besom, kom mendu të ardhë, a di që, kërë më thojnë musafirët, kom shumë emocione, e kom mendu, kom thonë, po qësh mund është me pas emocione, fol lirshëm. Dhe më një prej aspekteve që unë emisionin të me kom që lirshëm, është fol si kurse unë e ti tash e pim ka një kafe dhe flasim. Po, ju kërkoj falje gjitha aty nëse më të vërtet pas që në kanë emocione. është një se klatë më vete, a? Po se gjithmonë e mendon, po apo përgjigjem ashtu si duhet, si ka mu qenë paraqitja ime, a e kom thonë ato që ka unë po du, a janë informatat e duhura, pse emocionet ta mbizotrojnë ndoshta gjithat ato që ka ti donë me paraqit. E vërtet, sidomos në transmitimet të drejta, të drejt për drejta, të cilat unë i kam shumë qejf, se këto emocionet janë më natyrale, pra vinë pa shumë ma bukur. Me qesh pak pa virë ma vonë. Po thoja dhe shikuesve që historia jote dhe doja që të niset prej asaj vajzës së re që shkoj në Angli në rrethana të tjera pa dëshirë, po për të arritë që për pak muaj ndoshta të sigurojmë diçka të lehtë ose të sigurojmë së pari kokën tonë, të jemi diku sigurt e më pas të kthehemi në Kosovë. E ke mendu që do bëhen jo 3 muaj, po kaq shumë vite pa u kthyer? Jo kur. Në atë kohë si çdo i ri e kemi mendu 3 muaj. Për mu ka qenë zgjedhja se motra ime ka qenë në Londër, edhe ka qenë një zgjedhje e duhur, se kom mendu që kom një familje, normal si motra, s'ka asnja, edhe kom mendu 3 muaj, edhe mendoj që 3 muaj lufta përfundon, si të shkojsh në Angli, ata e marrin vesh që ke shkutja, kupton naiviteti një trio, por nuk e kom hetu Lerona gjithë këtë rrugë tem deri këto, se gjithmonë ka qenë një këmbë në vendlindje, një në Angli, dirisa nalësh me një moment edhe me ndonë në këtë kohë, unë besoj që ne jemi së bashku të gjithë shqiptarët në diasporë edhe në Kosovë, Shqipëri, ku do qoftë. Se është një qasje në shta bota digitale ka bo, gjithashtu liria e Kosovës, po kur nuk e kësha besu që unë e ndjej vetën si në shpinë time në Londër. Qka të boni? Po shka qenë aty e din djenjë, në momentin që shkon tërhje ka i shtetë. E vërtet. Të gjithë që shkon, sidomos për herë të parë është fjala, duke se Londra të merë për vete dhe gjithë njerëzit e gjithë botës i bën me mendu se jam prej Londrës, që është shumë e çuditshme, kam përjetu edhe vetë, edhe duke sikur ke jetu prej vitesh aty. Edhe ndoshta kjo mund të ketë ndiku shumë në lehtësimin e viteve tua, sidomos të para, që besoj nuk kanë qenë të lehta, si çdo trio. Sa kanë qenë të shpejt hapat e integrimit atje? Unë e kom qenë me fatë se në Prishtinë kom studiu gjuhën angleze. Do më thonë nuk ka qenë një barierë e komunikimit. Një plus shumë i madhë. Plus shumë i madhë. Po të flasim, Lerona, në atë kone nuk e kemi përjetu, ndoshta një dinamizëm tjetës.
edhe të zgjedhjeve, oportunitetit, po e flasë nështë një fjallë angleze, të shprehun ku ke pas mundësi me studiu, me punu, edhe të përcaktosh për një profesion. Gjithkush e don atë fuqin edukatës, ti e don me mbri, edhe aty mu ka dhonë shansa. Mirë po, duke e di që në atë kohë ne kemi qenë azil kërkues. Edhe gjithmonë ka qenë ajo ndjenja vetëm, o Zot, jam i lirë. Jam i lirë në këtë shtet, edhe unë muj të kontriboj vendit tim, nështë jo me pushk, po muj me penën. E tha me penën, se me shkrimet tona, me fjallë tona, të gjithë ne e kemi bo të njohë, të din kush o Kosova. E majnë me, kur ju thëjsha aty një jam shqiptare, Albanian, ma bëshin, a është në Armenia, në Afrika, ku është? Ma ndi kur ka ardhë koha tash, nështë ne e kina atë mendje në gjithë herë rrim pak mrapa me mendje, se qështë shone tash ty, mas një kohë mendoj me të pa prapë kështë të bukur, prezentu, se e harroj që edhe ti mundesh me pas problemet e tua, ke shku ma tutje. Edhe, që ka qenë interesant është që në atë kohë, kur ti jepët shansa me studiu edhe me bo, ti e paraqet vetën, ti e kini detyrë përgjithësi shumë të madhe në një vend të huaj. Je ambasador i kulturës tënde, i vendlindjes tënde. Kështu që duhesh gjithsesi me paraqit vetën. Une e kom marrë shumë të obligim për familjen, edukatën që ma kanë dhonë që të shkoj për para. Edhe nuk e kom mendu se o vështirë, vetëm se jam knaqe, po mi për të mundësia. Po në rastin tim, ndështë se unë kom nejtë të nkohën me shqiptarë, dhe pse kam qenë në Angli, e kom pas punë fenomenale, dhe më përvoja e karierës tem është shumë e bukur, se familja jam janë të gjithë shqiptarët në Britani. Jeni shumë të bashkuar. Si ka qenë rrugtimi ose faza e profilizimit tënd për studimet edhe ai diskutimi që besoj gjithse cili në një moshë të re e bën me vetën, okej, çka dua të bëj unë, çka dua të jem unë një ditë edhe në çka, në cilën fushë do të kontribuoj. Si e ke pas ti këtë diskutim me veten? Unë kam pas qef me u bo mësuse. Ndërsa adin ajo Andra si krejt trit, duke diçka shumë interesante, duke di që baba im ka qenë profesor në universitet edhe kom adhuru që gjithë e kanë dëgju që ka pasaj me folë. Mirë po, kur s'kam qenë mësuse? Kam qenë mësuse, por mësuse valzimi, diçka këtë tjetër. Vlirona në Londër, po flasë në atë ko, unë nuk kam pa në Kosovë njerëz të nacionaliteteve të ndryshme. Do më kemi pas nacionalitetve të Jugoslavis, nështë ndonjëherë Polonisa, apo Greqia, ku do që kam ullëtu me prind të mi në atë ko. Po askun nuk ka qenë të shonë njerëz prej krejt botës. E ajo ka qenë, do më thënë, në vete ka qenë një sfidë që trunit me absorvu kulturat të ndryshme. Edhe mbajnë men, unë pa ta shku me bo një kurs gjuhës angleze, se ti duesh me bo profesionalizm nëse do në punu edhe për këthyse, apo pse jo me dit me shkru një gjuhë në mënyrë profesionale. Edhe kam taku njerëzët nga Brazili, jemi bo meqe dhe kam shku në studion që është një ndërmat njoftunat, jo vetëm Britani, po edhe në botë Pineapple Studios, edhe aty jam njoftu për herë të parë me muzikën latine. Do më lambada, salsa, e gjitha që vjen. Edhe unë kër i kom pa, ne shqiptar përgjithsi jemi valtar shumë të mirë. Besoj që po, se di që gjithë ka një pak që në ata. Aty jam njoftu me ta dhe kom fillu të valzoj. Atë shumë më ka pëlqy, sa që për një periudhë shumë shkurt, unë e jam bo dhe mësuse, po dhe kom marrë çmime për valzimet që i kemi pas, ose me grup, ose në mënyrë vetanake. Kur ke momenti me u tërheq prej kësaj edhe me sfidu vetën me diçka tjetër dhe paralelisht nga ana financiare, me që po flasim për fillimet, ishin të vështira që të përbalonin jetesën atje? Po. Fillimisht, do më dhe ne kemi jetu ndoshta me shoqni në për ato dhomat, shtëpiat, i kemi pas të gjithë të ndam, po me duke punu, se ka qenë edhe ajo që ne gjithë, dhe më dhe gjithë ato financa, gjithë shumën që e kemi kursyt hollave, e kemi dediku për familjartë.
familjar, shoqnin, se lufta e ka bot vetën. Nuk ke pas ti mundësin mendore me nda, me thonë unë bëj qëta për një karjerë ose një biznes. Ajo ka qenë diçka që ka qenë mangësi nështë jo një mund të thëmë mangësie jona që nuk e kemi ditë se qysh me bo financimin për matutje. Po flasë për generatat e tonat para 30 viteve që kemi shku atje. Sepse rrethanat e kohës ju kanë lanë me mendu veç për mbjetesën, për gjysmën e familjes që mund të ketë mbetë në Kosovë dhe ata të tjerët në të ras në Angli. Si keni qenë ju? A ka mbet dikush në Kosovë? Sa të shpesht a kanë qenë kontaktet me njëri tjetrin? Në Kosovë po kanë qenë prindë e mi, të dytë këto, kanë met, motra vogël, po gjithashtu edhe Afrodita motra tjetër që ajo u kthy për shkaqe që ka dash gjithsesi me qenë, ka qenë shumë e lidhun me prindrit. Normal që unë babin nuk e kom pas 7 vite, se nuk kom pas drejt me udhëtu, po gjithashtu ka qenë edhe lufta, ne s'kemi mujt me ardhë. Sa ka ndiku kjo të te në zhvillimin tënë si një vajzë e re dhe ajo figura atrore, edhe nëna sigurisht, po në një moshë të caktuar e ka rolin e vetë edhe babaj. Një gjë që e kujtoj, momentin kur babi mu më ka përcjell në aeroport, unë ndoshta kom pas një fat në atë keqen e udhëtimeve tona që e kemi lëshu gjithë Kosovën, është babi mu më ka përcjell deri në aeroport, se ende s'ka pas nevoj për viza për Britani në atë kohë. Edhe unë kur kam shku, ka qenë një ndjenjë, ndërsa tash adin më ke kthy mrapa në një ndjenjë që e kom harru, e maj men kur më ka përqaf, s'kom dash më largu përqafimit ti. Një arsye, në atë moment më ka rëndër men që ka me shku vetë, ku po shkoj. Që shkom ja dalun, se deri atër kom qenë një shpi ku prindët e mi e kanë bizotnu gjithë shka, kom qenë fëmija i dikujt edhe për njëherë e kom mendu si jo me gatshme me urrit, unë kom qenë vetëm 19 vjeqare, edhe vetme, me udhtu, nuk kom pas kur farë suporti, por babi më ka thonë, du ti me bo ata që ka donë. Momentin që ndihesh e vetmume, ndihesh shumë keq, ktheu. Ktheu ku jemi bashkë, jemi familjen, të keqen edhe të mirën. S'ka lidhje nëse s'mundesh me najt, edhe unë e mendova, okej, rri 3 muaj edhe kthena. Po kur e takove pas 7 viteve? Besoj që shumë njerëz ka me më kuptu këtë ndjenjë kur e thamë. Kur e kom përqaf babin se kom ndje, shpirtnisht. Mu ka duk një njeri huj, më ka ardhë shumë turp për ti, kër e kom përqaf, se mu ka, e kom di që është baba jem, do më kam vy shumë vite me pas afer vetit, se ajo mangësia 7 vjetë që unë se kom pa, unë e kom prit me pas ndjenjën një si momentin që a më ka përcjell, po nuk ka qenë. Se unë e vetë që jom rritë si njeri, kom qenë një grua me pun, një grua që jam martu, e kom gjithë partnerin e jetës tam, e kam fillu, do më thonë e kom marrë një forcë tjetër, forcë financiare, forcë identiteti, edhe për një herë, kër e kom përqafën e kom pa... Nuk ima e vogla e babës, a? Jo. E ka ndjeja i këto, apo... Po sigurisht që e ka ndje, po babin të ke pas, ja din një ftyra ashtu profesori zvan me folë. Kur se ka shprej, veç ma ka bo... Unë e jam vonë tash, se po flasim janë disa prind që nuk kanë qef me dhonë lavdata ti e ndjenë për tyne, po ki qef me ndëgju me thonë, njëna krenare me ty. Dhe për gjatë këtyre viteve, si që edhe e the, Buqja mori formësimin e saj të karakterit edhe të krijimit të familjes, ani pse këtu pat edhe sfidat të tjera personale. Mjekët tanë që ti nuk do të mund bëhesh nënë. Sa e rëndë është Buqe me dëgju një gjatë t'il prej mjekve? Lirona është, asë njëherë nuk mendon që ajo ty ka me të ndodhë. Asë njëherë nuk mendon që ki me ndëgju atë lajmë, por gjithmonë e ki shpresën, që është gjithmonë është ajo fundi që vdes, të më thonë edhe lëshon pe, momentin kur mjekët më kanë thonë nuk mund është me linë thmi, edhe du është me përcaktu, nëse donë, ka mënyra tjera. Do më mos e merë shumë shpirtnisht ketë, se ka mund është me adaptu një fëmi, mund është me marë surogat, apo që shtytë konvenan. Unë s'kom pas, kom dëgju kur gja, jam ullë, kom qajt, edhe ndoshta ti mësohësh me mbrojt vetën, mësë mi të regu ndjenjat,
edhe jom nalë, ato mu më kanë mytë mbrana, se unë jom të regu, krejt është në regull, pas ka zgjedhjet, problemit, edhe filloj me bo diqka, po mbrëndësia ime është djegë. Unë jam di e pavlefshme, jam di një person që nuk muj me kriju diqka, dhe më thonë, gjithë kjo luft edhe egzistencës me një shtet që nuk të pranon ty si pjesë e asaj familje tyre, po humbët me ata që unë jam e pa aft, ashtu e kom di vetën. Mirë po jam nalë edhe kom thonë, okej, qështë du mja spjegu prindve, se unë e nisha vetën fajtore në gjithë aspekt. Edhe kom thonë, adi që kam do të me bosh, mu do të me folë me burin tem. Ajo është një person që shumë më përkra, është e shtirë mëse përkra buqen. Edhe, adi pse po e thonë publikisht kur se kam folë, falenderoj shumë që është shoku jam i jetës, se unë jam nalë dhe i kom thonë, zemër, ky lajmë ka ardhë, tash, e kena një vendim shumë të madhë me marrë këto, pa e akuzun nështë njëri tjetërin, pa unë di keq. Nëse ti je i gatë që me jetu me mu, që unë s'ka me mujtë kur me bo fmi, kështë e qenë shumë mirë. Ne kena mundësi të dy të bashkë me kriju diçka tjetër, me udhëtu, ndështëta mi dimu familjeve tjera, ka zgjedhje sa dush në botë. Po nëse ti ndjen vetën, që ti do në familje, të lutem, mos e muna as vetën, as mu. Mos ma merë një pjesë tjetës unë me luftu me ndjenja. A ishte vështirë kjo me e thonë? Shumë. Që do mu lidhë ke? Edhe isha qysh kam i thonë se e mendojsha humbjen, e mendojsha që është drejta e ti, po është drejta ti. Jeta është një e kemi, Lirona, nuk i kemi dy që me thonë, këta 5 gjithë ato tjetërën. Dhe më thonë, këta, a im ka thonë, unë po du me konë me ty, fmit janë sa janë, edhe kam me fillu jetën e vetë me vazhdu, kështu që unë e du me ty me kryu edhe kena shumë gjanat bukra me bo. Më ka dhonë fuqin e botës. Edhe aty, jom nalë kom thonë, okej, unë kom zemër edhe ndjesi për fëmijë tjerë. Kom fillu me shku, me gjetë vetën kur kom punu në Red Cross, që është një organizat gjithë e njojnë botërore e mirë, kom taku fëmijë, kom taku familje që me të vërtet ka nevoj me ditë se si me dhonë dashurin. Ti me ndonë se familja që shritësh, që ashtu kritë bota du të me konë. Po në të vërtet nuk është. Edhe diri sa ti e përjeton, marë parasysh se prind të regojnë, dosh me bo kështu, ka njerës tjerë, mënyra e komunikimit tonë, që shka qenë për para krahasimet, djalja ti ma i mira, ki pa i si ka që ka kiti, po faktikisht është e drejt një farë mënyre që gjithë jemi ndryshe, çdo shtëpi ka kulturën e vetë. Unë kam menu që krejt duhet me dhonë dashni, me pas që ka dojnë, edhe s'ban mu diskutu gjana që edhe Mr. Hall ashtu, jo kështu, ajo kjo. Vazhdo puna është punë, edhe knaq vetën edhe tjerët rrëfteje. Edhe kom vendos me punu, po në këtë rast, kom marrë trajnime shumë të mira në punën sociale, e ajo më ka shty mu me bo shumë evente bamirësis. E ku ma shumë se për Kosovën tem, për vendlindjen tem. Por ajo të përmbush, mu më ka përmbush fëmit me të cilët i falenderoj shumë familjet që ma kanë dhona të besim që kur si e prind është shumë e vështirë, ti nuk e din çka do të thot friga e prindit. E kuptan, me jalon bikqyrje dikuj tjetër, ndoshta po tham fatin ose rrugtimin për me zgjedh ata një fat tyne. Unë po thom guximin që e kom pas atjerë, sot isha mendu 2 herë, a guzej dikujt mi thonë, apo ma jep ti djalin, dalim ose qikën, me bo une që ka po du, që ka po e sho, faktikisht letra që ka më thot, është ma e mirë për jetën e tyre. Aty kom pranu një dashni të veçantë për këtyne fëmijë, jam plotësu si grua, si femën. A da kjo forës më shumë për ta nis një rrugtim tjetër rreth të qenurit nën, përmes një rrugë tjetër që tashmë përbohet sa do e vështirë ose sa do me frikë që mund të mirret nga gratë edhe burat në të njëjtën kohë, por i hyn si punë. Po, më kujtohet, Blerona, unë që shë përmenda më përpara, do më thonë është personaliteti em, që ndoshta i mbaj gjitha mbrenda. Edhe më kujtohet, ajo nuk më ka shërby mirë, as pak në shëndetin tim, se në gjatë periudës që unë vetëm të më thonë, kush e kuptan, polycystic ovary syndrome, kërkoj shumë falje se momentalisht trunis, po ma qetë shqip, se s'pedi, ka të bëjt do me thonë me vezorët, është cistat e vezorëve polit vogla,
nuk jam në mjekësi, po harroj se si I thonë, ajo e t'i ndron të gjitha hormonet të një grua, bashkë që duhet, shkojnë në drejtime të kundërta. Në çdo aspekt I shëndetit. Ti u diagnostikove me këtë sindrom, a? Po. Në atë kohë, ishin të më thonë mënyra të tretmaneve të ndryshme, po unë ndësha pa vedien time kom qenë një lloj depresioni që unë s'kom dash me pranu vetës, nuk kom dash mu të regu e ligje jo e fort në prezencën e tjerve, se gjithë më kam pa buqa është e fort, ajo ka zgjedhjet është e busqeshën I bon, po shpirti jam të nkohën ka kajt në ato momente, kur kom pa. Por, kom thonë, a di qka, kom qenë një herë shumë keq, edhe kom shku të doktori me kërku ndim, di qka qëfar mundësie ka tjetër. Ka thonë, Zonjë ka thonë, nëse ti vazhdon këtë ritëm, pa gjumësia, diabeti, tensioni, yndyra, gjitha u shfaqen, pesha masive, më kanë raf lokët, është kush e ka të diagnozën e kësaj, kjo është e fshehur diagnozën, një aspekt ti nuk e se duk është normal, po simptomet që ti jap janë si të mshefuna, duk është si një person, të humbët energjia, forca, mendja, gjitha I ka në mënyrë shumë negative. Edhe tha zonjë, nëse ju nuk bëni diçka, tha, unë s'muj me të garantu ma shumë se 4-5 vjetë jetes. Edhe ajo ka qenë shtytja, ndoshta më e madhe imja, që kam thonë, a diçka, e du jetën, dej këtu gjithë kjo luftë, pse mës me vazhdu diçka për mirë. Unë e komendu në shëndet temin. Edhe erë një kohë, erdha unë në Kosovë, humba pesh, tretmanet të ndryshme, krejt shumë bukur. Edhe gjenerata ime e kemi çdo vjetë e bojmë të bime, takime, po edhe ishte përvjetori I një administracion e takite, po, që bojmë Prishtinë janë shumë të mira, unë vendosa me shku me pa një doktor në Kosovë, para mendoj, prej Anglisë, po vinë Kosovë, po vi vetëm 5 ditë e kom pas biletën, se normal puna, obligimet, nuk dësha me humbë shumë ko, edhe thash, okej, thash, vetëm po sho, qka po më thëtë ky, qka ka, dina e kurreshtja, po nuk dësha me full me askën se ishte një ndjenjë shumë ndryshe, zdësha tjertë me ditë që, me të vërtetë unë ende e kom mendimin se du mu bonan, po kur mjekët në Britani më kanë thonë që konsiderohet ndështa ndër më të mirët në botë, më kanë thonë jo, atëre diçka se mundoj vetën. Thash, hajde veç edhe një shansë t'ja vetit, nëse s'ka kur gjadi në atë moment. Kër më ka thonë, ndëgjo, tha, ti e 44 vjeqe. Tha, naturalisht, për me me që tha të zane, tha, nuk është që s'është e mundun, po duke pa qëfar diagnoze ke pas, tha, vërtet është e fështirë. Po tha, ekziston një mundësi të in vitro, dhe më dhënë IVF. Unë unala me mëndu, thash, po e provojmë, tha nëse donë, po, tha trupi të është I gatë që mund është sot me bo, dhe më raj procesi si shkanë. Dhe ti ishe veç për 5 ditë në Kosovë, imagino, kështë ka lu gjitha të vite në me 2 shoqe, me motrën, a kuptanë edhe thash, okej, të provojmë, qka ka injeksione, ato nuk të mytin, e kam fillu, unë, dhe më thonë, procesi sa është 3 javësh, unë kam veç të zane në Aurorën. Edhe e ma bëjke poshtë, testi ka dalë pozitiv, janë I 7 zane, unë e këshusha që është e mundën, gjithë jetën ka mëndru me që e nanë, ndërsa për 3 javë po ndodhë, a unë isha... Mrekulli, a? Po, besoj, Lirona, që është mrekulli, e falenderoj Zotin, besoj në atë mrekulli. Si reaguan njerëzit, bashkëshorti, familja, miqt që gjithë këto vite kishin ditur për historinë tënde, kishin ditur që ty mjekët në Anglit kanë thënë që ti s'mund po është në. O, ma shë buzqeshen. Të lumëtur gjithë. Këtë lumëtur po në zdisha, a është të ndodhë mu. Se në koka jam është pregatit për jetë mës me qenë nanë, po në atë moment, a thësha, ajo une e gatshme ta, shka du të me bo, e me ndesha karjera, ku sa punën e kom, I kom planet 5-6 vjeqare, kam 7-8 vjeqare, qyshja bëj, qyshja dal, shumë pyetje, shumë gjana, zdisha me u gëzu. Ndësha ata që përjetojnë diçka mrekullit,
e kanë këtë ndjesin. Pra Shtatzania disit ka shku duke mendu për të ardhmen si me abu me gjetë balansin mes ardhjes një të vajzës, edhe si ishte ndjenja kur e more për herë të parë ndorë. Dysha, kush ma ka frukta këto? Shka bëjë në këtë njerit vogël. Shumë e mirë, po thom jam fat lume që kam një burë që është për krahës, të dy dyqysha kemi dale, këqyrshim edhe shim, mëre, është e jona, vetëm se di se normal trupit të ndran gjitha. Ndjesi shumë e bukur, ndjesi shumë e mirë me nda me meq, dashamir, me familjar, mirë po mëse 11 vite tash, krejtëm së më thonë qyshje ti buqe, po që është Aurora, Aurit, që ka po vëna, hello! E unë ku jam? Sa ka marrë ajo nga ti? Ose cilat tipare ka marrë prej te më shumë? Edhe tash me qenë se është rritur, besoj në diskutimet e juja, është edhe kjo historia ardhjes saj në jetë. E ke nda me të? Po. Tash nështa nuk e tregova adin dhe plotësisht. Në momentin kur unë jam beq Shtatzane, kom marrë dhe më thonë lajmin pozitiv, në atë periud vjera ime, ndjera, e cila ka qenë zavendësimin nënës tem, mund të them plotësisht me plot kuptimin e fjales. Nuk ka qenë vetëm pjesë e familjes, po dikush ta kthej mrapa bisedën, mu nana më ka vdek para 18 viteve, në një periud ku ndërsa unë shumë këm pas nevoj për ta, po për shkaqe që e ka qenë e smut, kur se ka ditë që shëndjehe mon, edhe në qka jem duke shku, që ta shumë në regull se unë ndina mirë që unë i kom dhona asaj qetësi shpirtnore, kom mujtë me bo për ta. Vetëm kisha pas qefa e me ditë që jam bo nani herë, se gjithi kom dash fëmijët, e kom dasht energjinë e fëmijët që është i sinqert, e kom dasht atë komunikimin që ke pa kur të këqyrin sy, krit habitën, ndërsa e më një pak ma e rëndësishme, se ata nuk të kam pyt pse ka ardhë kjo, pse është kjo, kom një knasime nda, por edhe ajo që shkoj, e kom një vetën ashtu shumë keq. Mirë po, vje mirë që ajo ka ditë që unë jam Shtatzane, e ka nda gëzimin me mua, në ato momente që ka pasë, ka vdek nga kanceri, diçka që nuk ka mujtë me luftu. Ndihna mirë që ajo e ka ditë, po ndihna dhe ma mirë që kom vajzë. Kështu që është e mirë me nda, se jo mundu me nda trungun familjar. Mja të regu Aurorës gjithë situatën, se si ka ndodhë dhe si femën, normal kur bo është nanë një anisin friga të pa qarta. Ti në kokën të anë e ki gjithmonë, qka nëse kësa i ndodhë kjo, mos pengu zdi kosh, qka nëse gjithmonë me ndonë me qenë aty ti për ta me mbrojt, që nuk është e drejt, për shkak se sa do që thashun edhe prindë se më kanë tregu, mos e bo një sanë, unë e kom shku bashkë ata me bo, se kureshtja më ka shti me e di se qka është aja. Kureshtja e fëmijë dhe kjo është. Dhe kur po flasim për familjen, për shumë kë, meq në Kosovë tash nuk i ke pas të shpesh të afërtaljet në ekran, ani pse ti e bën këtë punë prej vitesh tashmë për gjithë komunitetin shqiptar në Angli, edhe ata më janë të familiarizuar dhe dera e parë që sa po shkon në Angli të drejtojnë tek buqja, sepse e din që ti e gatshme për herë me ju ndihmu për çka do që ka nevoj. Po për shikuesit që po na shohin tani, kjo buzëqeshja jote edhe kjo bukuria jote, mund t'ju duket e parë diku, nga se normalisht këto gjenet e juaja familjare janë prezente edhe padyshim që Afërdita mbetet një prej zonjave më të dashura të ekranit, një prej zonjave dhe grave më të bukura shqiptare që kemi. Ç'është është raporti jot me Afërditën? A jeni ato motrat e lidhura, ato që më shumë keni mendime të kundërta për gjëra të ndryshme, apo si? Unë dhe Afërdita, dy atë jemi, si ta gjithë competitive. Jemi, do më thonë, në aspekt të jo të arritjes të karierës, po unë një motra e madhe. Kretë kush janë motrat e mëdhaja e din që na kemi qef me konë në listën e parë, me qenë aty gjithmonë edhe me undëgju fjalla jonë, po unë e adhuroj Afërditën, e adhuroj Isidorën, se të dyjat
në moshë, do më thonë 3, jënë bo nana, kur nuk më kanë gjyku nëse unë kam qene ashpër ndaj tyre, kam qene ashpër ndaj Afroditës, ndoshta shumë herë për luftën që e ka bo për emrin e saj. Në atë kohë, unë nuk e kom kuptu, derisa kom hy në media, sa është e rëndësishme imazhi ytë, edhe qaqet prej gojës. Se me të vërtet është punë, është brand, është diçka që ti e krijan, sikur se Legon që e punë, pse me e prish me diçka që është e panevojshme. Afrodita ka punu shumë, unë e adhuroj jo vetëm si motër i kemi raportet shumë të lira të mira, kemi përlamje, kemi shtymje, Më shtirë me u përla njeri me Afroditën, po. Po duhet me shti se kom qef pak. Është shumë e qetë, do më thonë edhe në naj moment kur e shoh që flet për një padrejtësi, e thot aq në mënyrë të butë, në një qasje kricisht të letë, sa s'mundem me imaginu do të ato duke u bërë nervozë dhe duke dalë për Jo, vetës. faktikisht shumë e kime drejtë. Kur ajo nuk bërtet, por është bën argumente me fjalë. I ka fjalët shumë të mira, i ka fjalët unë bërtas, se duhet më ndëgju zani jem, masi është motra jem, kom qefa, dina i vneri me dalë jashtë. Ti mu me më dëgju, unë jam Miss Google, i di gjitha. Unë i di gjitha. Po, është diçka, dhe më thonë, është rivaliteti i familje, është diçka që është e rëndësishme, se ashtu ne, kur ulemi me bisedu për gjana që ka kemi mësu, trajnime që i kemi gjithë jetën, unë me Afroditën me orë tëna flasim. Edhe pëse Afrodita është si flutër është. Për gjdo sekund ajo ka me qenë aty, e ka shpirtin shumë të bardhë, po edhe bën të mundshme me ardhme të pa. Po më duhet me thonë, Isidorën e kam, si kur se me qenë binakja jam. Po, ju jeni më të ngjashme me njëra tjetër. Shumë nga ngjashme, nështë fizikisht, shumë herë njerëz nga kam përzi cila jemi, kështu që shumë mirë, kur udhëton aja për Kosovë, i thonë, o, buqe sa mirë, ka pëlqyer emision yt e kam, a e thotë, vetëm i shkruaj, se unë nuk jam buqe. Që unë s'punoj as di çka bën aty. Buqe, e pash orën dhe më thanë që na i kënë minutat e unë në fakt kam edhe plot tema tjera, po hajde ta përmbledh me atë që besoj do t'ishte një nga mesazhet më të forta që mund të përçonin prej kësaj studioje, marrë shkas prej historisë tënde. Për gjitha ato zonja që po na shohin tani, pavarësisht moshës dhe dëshirës së tyre për t'u bërë nëna një ditë. Cili do t'ishte mesazhi i parë që buqja jep mbi gjithë këtë që ti ke kalu? Dua të them diçka. Në historinë time, doktorët më kanë thonë s'mundesh me bo. Unë s'kam mujt me luftu atë vendim se unë nuk kam qenë profesioniste. Unë i kam besu atyre, por besonin në vete, besonin në dashurin që e keni për dikon tjetër. Nëse nuk mundesh me bo fëmi, se gjithi kemi mënyrat e ndryshme të shëndetit, se s'mundet me ardhë, po kur më së dërsa? Pozitiviteti i mbrin gjithë shka. Ndoshta jo në mënyrën që ti donë, se shpesh herë nuk është mundësia financiare, por kur ti e donë diçka, si që unë deshta sot jem në emisionin tanë, që kam kënaqësinë e plot me qenë këto, vjen edhe e banë. Është e mundur, ajo është e mundur me bo. Nëse ti donë u bonan, kur mos o dorëza. Dhe gratë kanë treguar këtë ndër vitesh në situata shumë të ndryshme që janë të forta dhe nuk dorëzohen. Buqe, ke shumë kënaqësi me taku, fiks fari për kaq shumë kohë që s'jemi taku, edhe shijova shumë bashkëbisedimin me ty. Faleminderit që ndove historinë tënde me mua. Kënaqësia ime e Blirona, ju uroj sukses edhe shëndet së pari.